Shkodrës ju ofrojmë listën me kandidatët më të mirë, kështu u shpreh Lulzim Basha pasi prezantoi kandidatët për deputet të Partisë Koalicioni Euroatlantik për qarkun e Shkodrës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Problemi i politikës në Shqipëri është të kemi zgjedhje me zgjidhje në 11 maj apo do vazhdojmë këtë situatë ku dëshirojnë ta mbajë Edi Rama, shtoi Basha. E veçanta e kësaj here është që Shkodrës i ofrojmë listën më të mirë me kandidatët më të mirë, me njerëz cilët Shkodra e njeh sepse ka pas pranë në ditë të mira e në veçanti në ditë të vështira, me zonja dhe zotëri që spikasin me vlerat e familjeve nga cilat rrjedhin, familjeve të shquara shkodrane nga cilat rrjedhin, familjet djathtës shkodrane, familje antikomuniste persekutume, që kanë një domethënie të madhe për qytetin, për qarkun e Shkodrës, për gjithë bashkitë e këtij qarku, nga Malësia e Madhe në Shkodër, në Valën e Dejës, në Pukën, në Fusharës, dhe cilët me kontributet e tyre në jetën e tyre të përditshme spikasin me vlera. Ne i kemi thënë po këtyre kandidatëve sepse këta janë kandidat vlerash dhe qytetarët shkodranë duke i thënë po këtyre kandidatëve i thonë po vlerave. Dhe ky është problemi kryesor me cilin përballet sot politika në Shqipëri. A do të kemi zgjedhje me 11 maj apo do të vazhdojmë në të njëjtin batak ku don ta mbajë Edi Rama Shqipërinë dhe për 4 vite tjera. Sigurisht që ky nuk mund të jetë opsion. Basha theksoi se me listën e hapur të koalicionit vendosin vetë qytetarët që do dërgojnë në kuvend, teksa synimi është për ndryshim dhe jo riciklim. Mesazhi është që me listën e hapur të koalicionit Euroatlantik jeni ju që vendosni se kë do të dërgonin parlament. Asnjë vot që ju hidhni për një kandidat që ju dëshironi nuk do të shkojë dëm. Koalicioni Euroatlantik ka për objektiv madhor politik ndryshim dhe jo riciklim, që fillon me largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij më të korruptuar në Ballkan, me vënien para përgjegjësisë penale edhe të asaj pjesë të qeverisë që ka mbetur jashtë burgut, por që ka për hak të hetohet për aferat e panumërta korruptive. Kush beson se Shqipërisi duhet një spak edhe më i fortë, edhe më agresiv, kush beson se Shqipërisi duhet vetting i plot i politikanëve siç e bën për gjyqtarët dhe prokurorët, siç pretendojnë që po e bëjnë për policët, i duhet një vetting i politikanëve që t'i lejnë llafet e të kalojmë në vepra, vettingu të tregoj kush është i korruptuar e kush jo, kush është i lidhur me krimin e kush jo. Nëse besojnë se parlamentarët 2025 nuk kanë pse të kenë më imunitet, po duhet të jenë barabartë para ligjit me qytetarët e Shkodrës e gjithë Shqipërisë, e jo t'i jepet 2 javë kohë për t'u arratisë si rasti i Arben Ahmetajt. Nëse besojnë pra se drejtësia duhet marrë çdo fuqi që i mungon, që të ecë edhe më shpejt, edhe më mirë, e fatin e Erion Veliaj ta ketë çdo kryebashkiak i korruptuar nga Shkodra në Vlorë në gjithë Shqipërinë, atëherë alternativa është e qartë, është koalicioni Euroatlantik. Ndër të tjera, Basha u shpreh se nuk mund të pranojmë që PD të jetë parti e Ilir Metës me shok.